unë blodh gjithë fisi, me teze, me halla, me nipër, me mbesa, edhe thamë të festojmë të gjithë së bashku verën që po kalon, edhe këto pushime të gjithë bashkë në Shqipëri. Si shikoni, mishin po e përgatit babi me mamin bashkë, të dy gatuajnë bashkë prindrit e mi gjithmonë kur janë në fshatë, ndihmojnë njëri tjetrin, në fillim e luajnë pak me vaje, jo vaj ulliri, se vaj ullirit në temperatura të larta nuk bën mirë, edhe pastaj do ta mbulojnë me letër kuzhine edhe letër alumini, që të mos digjet shumë nga nxehtësia që ka furra nga tullat. Pastaj do ta vendosim në furrë, do ta shtyjmë tutje tepsitë, 2 tepsi me mishë, edhe do presim që të piqen avash avash, duan 4-5 orë, varet tani nga nxehtësia që ka furra. Po doli një mish o njerës, llokum, siç themi neve. Shumë i mirë, shumë i shijshëm. Edhe kjo ishte pjesa e parë nga pjekja e mishit. Pastaj do t'u tregoj edhe shtrimin e tavolinës edhe çdo gjë tjetër. Prisni së